e temë dhe sotit për asparit. Çdo gjë në këtë botë është kalimtare. Çdo gjë është e përkohshme. Kalojnë ditët që janë me vlerë, kalojnë ditët e festave, që në këtë muaj 2 festa i kem pas pra, kalojnë jeta e njeriut dhe vjen fundi i tij. Nga kjo botë njerëzit dalin fitimtar dhe dalin të humbur. Shumë e rëndësishme është me di këto dy gjëra, që në fund me dalë fitimtar, me hasën probleme, me hasën vështirësina, por në fund me i përballoj gjitha e me dalë inshallah si fitimtar, se jemi besimtar. Fitimtar janë ata të cilët e shfrytëzojnë jetën e tyre në vepra të mira, ndërsa të humbur janë ata të cilët nuk e shfrytëzojnë jetën e tyre në vepra të mira, e kalojnë jetën e tyre në lojë, në dëfrime dhe lepshe. Kjo botë kalon ashtu sikur kalojnë këto ditë dhe nuk mbetet për njeriu vetëm vepra e mirë e cila i ndihmon edhe për dunja edhe për ahiret. Banorët e kësaj bote vdesin, ndërsa këtë botë e lën trashëgim për pas tyre. Pas kësaj para Allahut dalin banorët e ahiretit me veprat e tyre që kanë bërë, mirë ose keq. Në Kur'an thotë kush punoi sa grima mirë ka me gjetë, kush punoi sa grima keq ka me gjetë. Vepra e mirë është ajo që mbetet. Vetëm ajo që njeriu e ka punuar dhe fituar me duart e tij mbetet. Thot Allahu në një ajet të Kur'anit surën Najm, pra thot ajeti 89 thot, dhe se njeriu do të ketë vetëm atë për të cilin ka punuar. Ka punuar për dunjan, ka me pa dunjan. Ka punuar për ahiret, ka me pa ahireti. Po ka punuar veç për jon, atë ka me pas. Dhe në ajetin tjetër surën Mudaththir, Allahu xhaleshanu thot në përthim për ato, çdo njeri është pend i veprave të veta. Pra çdo njeri, kullu nafsin bima kasabat rahine. Çdo njeri është pend i veprave të veta. Ka punuar mirë, mirë ka me gjetë. Ka punuar keq, s'ka tobe, s'ka pendim, ka me gjetë atë që ka fituar. Dhe në surën An-Nazi'at, Allahu xhaleshanu thot, yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. Atë ditë kur njeriu do të kuptojë gjithçka që ka bërë. Por atëherë bëhet vonë. Nuk muaj atëherë njeriu në Kur'an e përmend, me thonë o Zot kthem të përmirësohi, të bëj një punë të mirë, të jap dikujt sadak, të falini namaz, shkoj deri në xhami, të bëj diçka të hajrit, nuk më thon kella, nuk ka më kthyer vëllazë. Për kur pas ka më kthim. Mu përmirëso nuk ka, mundemi mu përmirëso sa jemi tash ndoshta mirë, gjallë e mundsi. Kur vin momenti i fundit nuk ka. Besojmë pak për para thaç, mron vonë më ka thënë motër jona bile e jona edhe me gjak edhe me fe edhe me çka doni. Ju më po thon, vonë më ka thënë pse ka thënë babës, o bab, po hash më kthyer. Ai është shëndet me të motra tona që janë më besimtarë kështu, kanë diku pak në më kthyer në shkollë i ra Zotit steç. Voni ka thonë që edhe një fjalë e fosh për Zotin bërzon jashtë. Unë mydhëm dhomë, ka thirë vonë, besom, po qka me bo kështu, baba është babë, lutu për ta, bo dua, Ibrahim a.s. ka pejgamber, s'ka pa qka me i bo babës vetë, mosë nga tro me ta, lutu Zotit për me dimua, për me këthë dhe babën, qka me bo, tonë bota e ka kuptu, ose pa besim, ose teorinë e Marxit që e ka pas, ka ra poshtën ta në botë, të në hala ka mbe. Bile të në të kombi jonë dhe ma shumë se të tjerë. Nuk e kuptu atë gjanë, besomni, bani dua, mu përmirësoj njerëzit, ju kthye Zotit inshallah, se vetëm Zoti hak mundet na ndihmua. As an miskem, as kem kushit kësi, që fare kishim në tret, nëse ne nuk jemi të zgjuar, nëse ne nuk kemi bashkuar, nëse ne nuk jemi mas pari besimtar, se pa besuar në Zotin, njeriu nuk din çfarë vleftit ka, domethënë me mbrojt adhën e vet. Nuk di çfarë vleftit ka, domethënë me mbrojt fytyrën e vet, me mbrojt familjen e vet. Vetëm besimtari nuk e din vetë asjeta as kur gjë me bë kur e din se ata shpërblet te Allahu xhaleshanu. Për ata vllazën shumë e rëndësishme me këtë besimit, jo me këtë besimit e më bëj se radikal, por me këtë besimit si ka thënë Allahu në Kur'an, si ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai cili shikon në Kur'an, vëren shumë ajete të cilat nxisin njeriu në vepra të mira pra. Vepra të cilat janë të lidhura me besimin e njeriu. Shumë nga ajetet e Kuranit tregojnë për shpërblimin e veprave të mira. Shpërblimi i cili e nxit njeriu në angazhim dhe në përfitim asaj që ka mbet nga jeta e tij. Vepruesit e veprave të mira do të marrin shpërblimin e plot dhe do të begatohen me siguri, e cila do largoj frikën dhe me gëzim, i cili do të largoj pikëllimin. Allahu thot për besimtarët të cilët veprojnë, innal ladhina amanu wa amilus salihati. Shumë ajete ka që fillojnë pra kështu, ata që besojnë dhe bëjnë punë të mira. Kollaj me thonë njeriu besoj.
Po kur vje puna me i dimua dikuj, a i shtengohet. Djem ka pyet njëri, tha, pse hushta ata që kanë ma shumë ma horret jo? Po që ka djenë sus djenë, gjesa ki me ka që i ka dhënë zoti me ka ma dhur. E vërtet është, që ma shumë të dimojnë klasa punëtore, e vërtet është. Se dhune sho ata. Mirë po, shansa aty, diko nuk në shejtoni. Diko nuk në shejtoni. Ja ka dhënë zoti, më pa e kura me dhënë, nuk ne. Nuk dimon e zën shkakun, jo ku po shkojnë paret, jo i vjedhan atij, i bon atij, o e ke dhënë me dorë totë i ke kryer. Pra jepni vllaz dimoni, kontriboni ku ka nevojë. Gjithku ka nevojë, tona vetë tona edhe gjithku. S'ke nevojë me çu për Afrikën, te ke Afrikën vend tona sa doni ke fukara. Sa doni ke, edhe me ndriç çesme, edhe me ndriç shtëpia, me ndriç apo ti viziona, xhamia, shkolla, ambulanta, ke vetë tona sa doni. Kudo që prej kabine aty dimoni. Funi dimoni vllazni ton kudo që janë. Ama mas pari pivet me dimor pra vetë vetë. Allahu thotë, ata që besojnë dhe kryejnë veprat e mira, falin namazin dhe japin zakatin, do të kenë shpërblim te Zoti i tyre dhe nuk do të kenë pse të friksohen apo të pikëdhohen. Sura Bekare 277 ajet. Ndërsa në ajetin tjetër thotë: "Wa amma alladhina amanu wa amilu salihati", ndërsa atyre që besojnë dhe punojnë vepra të mira, Zoti do t'u jap shpërblimin e merituar. Allahu nuk i do punë mbrapshtit. Pra Allahu Gjeleshanu nuk i do ata që punojnë mbrapsht. Duhet me pas kujdes. I mirë është premtimi i Allahut pra, ndërsa shpërblimi më i mirë është shpërblimi i Allahut. Allahu i ka premtuar besimtarët për këtë shpërblim. Allahu u ka premtuar falje të gjunafeve dhe shpërblim të madh atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Pra u ka premtuar, domethënë wa'ada Allahu alladhina amanu, va ka premtuar. Ku i premton diçka që e borsh, ku e premton Allahu është e sigurt. Ku i thot? Ata që besojnë wa amilu salihat dhe bëjnë punë të mira, se kanë va falë edhe gjunahet e tyre. Pra, kanë bën për hatat Allahut punë të mira, kanë va falë edhe gjunahet. S'ka njeri që s'ka gjunahet. Mirë po ai kur dimon në emrin e Allahut, kur bën punë të mira për hatat Allahut, Allahu xhaleshanu xhelalu ka më shpërbyer për ata. Po kthyri në orë shpejt po shkon, mirë po do të thonë në fund, do të thonë një hadis se ne shumë shohim ta gjona, për fat keq shumë gjona shumë të këqija, s'kem çka i bën, veç mundesh me i thonë me gojë, edhe ata bilegjoj gjithkuj me përmirësuar. Vllazë ta dini mirë se një hadis ku tregohet besimi ose imani, i dërguari sallallahu alaihi wasallam thotë kështu: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, wa in lam yastati fa bi qalbihi, wa dhalika atahul iman." Kush prej jush shef do le të keqe, le ta largoj atë me dorë. Thonë mos e bë këtë. E shet dikon që mundet me ndihmuar, do të smuj gjithkuj me ta, ama vetit muj, ose nuk bëni këtë më. Edhe se nuk ka mundësi kështu, atëherë me gjuhë. E nëse nuk ka mundësi, atëherë dhe ta urrejnë me zemër, por kjo është imani ma i doftë. Dikur vllazën më herët pra, ishin dy gjëra të shenjta, din afeja dhe ardh fytyra. Sot, për fat keq, të rrjedhin prej fjalës turke ose arabe, sot këto janë tërnuar me dinarë, janë bën pare. Për pare e shet fytyrën, për fare e shet fen, për pare do të thonë shesa njerëz keq i bledhe, edhe miku jon i ble, si më thon për pare dhe punoi kundra vet, kundra popullit vet, pse janë shit për pare. Runa Zot, se ata që shiten për pare, ata që e shesin fen për pare, ata që e shesin fytyrën për pare, besoni nuk kanë me apa hajrin as dunjas as ahiretit. Runi e vena gjë më shtrenjtë është besimi, imani, kur të hupi ata njëri ka hup diçka edhe fytyra. Për ata e lutem Allahu xhaleshanu xhelexhlau mos ta bëj rrok të kësaj dunjas, ta ruajmë dinin ton, besimin ton, fytyrën ton dhe dalim para Allahu xhaleshanu inshallah faqe bar ashtu si Allahu don dhe i shpërblen ata. Allahu na dim neve këtë ummeti prej mashit për maghrib inshallah. لا إن سنة الله وبلغ النظام كلام الله ملك العزيز الألام كما قال الله تبارك وتعالى في